kemi mbjell akoma për Vlorën 2030 në Shqipërinë 2030. Mbani mend këto fjalë që në Vlorën e fundit kësaj dekade do të kenë ardhur emrat më të mëdhenj, do të kenë ardhur firmat më të mëdha, do të kenë ardhur të gjitha ato gjëra të bukura që mblidhen rreth një vendi kur ai vend bëhet xhevahir i kurorës së turizmit mesdhetar. Dhe Vlora e 2030-s do të jetë një nga emrat që do të shkëlqej në atë kuror që është kurora më e bukur e turizmit mbar botror, nuk diskutohet. Por jo vetëm kaq. Në Vlorën 2030 do të ketë mundësi jo vetëm për çdo vlonjat e vlonjate që jeton sot këtu apo për çdo tjetër që jeton në këtë qark, dhe as thjesht për çdo që jeton sot në Shqipëri, por për çdo që dëshiron të vi dhe dëshiron të punoj në një vend ku ka punë, ku ka mundësi. Dhe ku ka jo vetëm punë dhe mundësi, po ka punë dhe mundësi për të jetuar me shumë dinjitet. Sepse industria e turizmit, e cila tani më ka dalë në sipërfaqe, këtu në Vlorë, në 5 vitet e ardhshme, do të hedhë shtat në një mënyrë që sot është e vështirë akoma që të parafiturohet. Por sepse në këto vite është bërë një punë shumë e madhe dhe në ndërkohë ne kemi mbjell disa fara shumë të shëndetshme që do të rriten dhe do të bëjnë hije. Nga ana tjetër, ne sot ulëm avionin e parë për filluar testimet në pistën e aeroportit Vlorës. Është pista më e madhe e rajonit. Për një aeroport që nuk do të jetë një aeroport turistik, por do të jetë një aeroport ndërkombëtar, që nuk do të ulë dhe ngre avion vetëm gjatë verës, por gjatë gjithë vitit. Por një aeroport që do të jetë shtëpia e kompanisë son flamurit Air Albanias dhe që do të presë dhe do të përcjell jo vetëm turist, por edhe shqiptar, jo vetëm nga Europa, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm.